Pas incidentit të bujshëm që ndodhi mbrëm ku Gjesti u godit nga Josefin Marku në transmetim live, një tjetër personazh i njohur Xhibani ka reaguar me emocione të forta. Në një video të publikuar së fundmi, ai shfaqet i përlotur dhe i del hapur në mbështetje Gjestit, duke shprehur keqardhje për gjithçka që ka ndodhur. Ai pranoi se edhe vetë ka bërë gabime në të kaluarën, por dhuna ndaj Gjestit ishte komplet e pajustifikueshme. O Gjesti, o yll, o dritë, o njësh, sa do durosh më shumë, je i papar, i fole mamit e babit direkt dhe u theja mirë. Se di o Gjest, po e pende njëherë në këtë video, do të dish të jam me ty plaku për këtë gjë. Okej, hapet dera nuk ka lidhje, imi të rritur për ta kuptuar se shloj nervash. Mënyra se si mori hovë me tërë forcë ishte goditje me të dhëmbë dhe me të gjujt. Sot e kam përsyrë në operacion, sa herë lotoj me dhëmbë dhe për ty lotova. Të kam shumë gjanë dhe atë që nuk e meritoja Gjest. Gabim kam bërë dhe unë që të kam shtyrë për kjo që ndodhi sot. Jo, kur asnjëherë. Të përqafoj shumë me gjithë respektin dhe familjen tënde, keni solidaritetin tim. Më udhim se nuk e meritoje. Ti e tipi që ngacmon, kjo është loja. Më vjen keq për atë që ndodhi. Nuk dua asgjë nga karriera jote, ke rrugën tënde unë timen. Të dua shumë, uroj të jesh shumë mirë dhe të lumtur. Shprehet Xhibani, teksa ishte mjaft i përlotur.